E pra të dashur miq, ja ky është produksioni. Unë gjithmonë I kam folur këto detajet, sepse jam duke pirë një kafe, por nuk më shkonte kafja te poshtë pa e bërë të lajmin me ju. Në fakt unë I kam folur këto detajet që u ndan dy polet e shtëpisë. Eliona në njëri pol, Edi dhe të gjithë të tjerët, ndërsa Alba në polin tjetër, Benita në polin tjetër dhe këto banorët e famshëm. Alba hyri në Big Brother. Pa marrë parasysh që mbrëm u shan, u vran në ças u tha, Alba përsëri hyri brenda. Tani ka hyrë pregaditur. Do të thënë e dije që ja është Eliona shndruar në fenomen, e dije se si duhet vepruar dhe ka një fotografi. Tani pyetja ime është kjo: sa është e sinqert për banorët e tjerë që dikush të del të bën qef jashtë, të merr informacione, të di se çfarë po ndodh dhe kush po shndrohet në fenomen dhe të vi brenda dhe të bëj si shenjtore, sepse edhe Benita nuk u afrua me Albën. Unë uroj që Alba mos del prapë në vete, sepse unë besoj që do del prapë në vete, nuk çdo gjë mund të ndryshosh po karakterin jo. Po të shohim si do vazhdojnë ditët në vazhdim.